Po duar pa fund, tash i mbaroj festivali, thënë. Nuk kam festival. Kështu që... Okej, si po tek ai edicioni që ishe ti. Emisioni. Po pra, edicioni që ishe. Ke bërë gjyrë shumë vajzave me motor? Dhe çfarë ndodhi me ato? O eliminuan dhe ato? Jo, aty nuk funksionon me eliminime. Nuk është Big Brother. Pse? Aty që nga emri është përputhem. Po çfarë ndodh për shkak? Përputhesh dhe shpërputhesh pastaj? Ti ke të drejtë zgjedhje. Si një jetë normale, thjesht e ke para kamerave. Një para kamerave. Kjo është vetëm një diferencë. Pra je disa çuna, disa goca. Kush pëlqejet, pëlqejet. Ti ke qenë ndonjëherë i dashuruar në jetën tënde? Ndoshta. Ç'është kjo ndoshta? Mundove shumë gjatë. Ishte thjesht një pyetje genuine, nuk ishte kështu detyrimisht e keqe. Nuk jam aq i pa edukacat e më duhet të përgjigje. Okej. Por që besoj se s'ka njeri... është mungesë edukate. Mënyra se si e kthem përgjigjen është ofenduese ndaj një njeriu që Faleminderit shumë që për pyetjen që bëre, kjo është privatësia ime, nuk dua ta ndaj. Jo, s'kam se jam byll dritaren, e para është një person që madi krevatin. Fakt dritare që asaj ty në xhep shumë, ai është informacion vetë personal. Si kamore, i hyn sy në punë apo pyet, më interesohet. Okej, pra, nuk ka lidhje me edukatën, bëj një paralelizëm tjetër. Këtë krevat nuk do e kisha, po mos kisha Lornën, kështu që... Super, nuk po të mos e respektoj Shikon sa e dashur jam. Në moment që kthem përgjigje që një paralelizëm tjetër. Dhe kur të bëhesh me nerva të detyrohen visht bërtasësh këtu. Po jemi do i bërtas këtu brikit, se kam njët. Se ka qef brigena të më dëgjoj mua. Vdes, maron. Vdes, maron. Ti e treme dhe Selina.